A ekziston dashuria e sinqertë sot? Di, ndoshta besoj që po me njërin e duhur. Që t'ja besim, sinqeritet, respekton. Mos më besu shumë djemve. Sa mos të besu shumë njerëzve? Pa i gënjen shumë. Gënjen. Po vajzat a gënjen? Pa i po gënjen, po ma shumë djemt. Sa moment? Munon me mashtru ashtu femna atlet. S'besoj shumë femra. Nuk besoj. Veç fort mendje let me konë bjen më para. Nga peja. Nga peja bukur. Si e kem pejen? Mirë. Për ndyshën anë pej, kemi shumë intervistat mira dhe shkojmë shumë shpejt Po. A jetoni në peja dikun jashtë? Jo në pej. Pej. A keni dëgju për historitë jetës? Po. Të faqen tonë? Po. A ndjekish? Ndonjëherë po. Ka pëlqen më shumë ditë na? Pa intervista që i bëni. A në qenë intervista reale ato çka pasqyrohen ato rrethimet që i ndëgjon ti ne? Po i varet për njerëzve më shumë. A në që janë ato histori origjinale? Besoj që po s'ka nevojë. A do kanë cilat janë momentet më interesante ju si person që keni kaluar jetën tuaj? Pa i studi kur më konë fëmijë ndoshta. Çka keni pasur nga familja? Çka do na tregon? Pa i me familjen, me vllaznin, me nanën, me babin. Keni ndonjë moment interesant me familjen? Pa i studi, s'o kam kujtuar momentin. A të mungon familja? Pa i, ndoshta tam po. Nëse shekte një herë pas, çka kishte ndryshu? Moshën 18 vjeçare për shembull. Ndoshta isha kom pak më e mirë me prind. Më e mirë, pse? Po. Pa i studi, pa i më e mirë. Ma shumë i respektu, mi a ditë vlerën ma shumë. Adolescent sigurisht dhe ma shumë se prind që të kuptojnë dhe të falen. Për çka i pishman që ki po prind, ndoshta me të respektu? S'ndihem pishman, po s'u di kisha ndryshu do sande. Çka kishe ndryshu të vetja për shembull? Pa i sjelljen me ta. Sjelljen. Po. Se sjelljen se ke pas të mirë me prind? E fa i ndonjëherë, pak ashtu. Kur e mendon sot, ato ndihesh keq? Pa i pak po, a mu tash mundohem me këthy me të mirë. Me të mirë, sa mirë. A do kanë cilat këshilla ju si fëmijë keni marrë prej prindëve? Pa i s'u di, do me vazhdu shkollën, mos me nejt me shoqni të keqe. Sot sa të shërbejnë këto këshillat prindëve për jetë? Shumë normal. Është diçka që e ke marrë një pësim të mirë prej familjes. Një këshill që sot thu po më shërben për të mirë. S'u di mos më besu shumë njerëzve. Po. Ka dikush atë besimin ton, domethënë ta ka humbet e domethënë ti të ka bëjë që mos më besu më për jetë. Dhe jo. Kështu si person, sa i beson njerëzve? Jo shumë. Nuk i beson shumë. Jo shumë. A do i beson njerëzve? Pa jo gjithkujt. Ke shoqëri shumë? Pak po, pak. A do të me gjatë shoqërinë sipas teja? Po. Besoj që po. A ka shoqërinë të sinqertë? Po, kam. Mundet me pas, varet krejt për njerit. Sa shoqërohesh lehtë me njerëz? Pa i varet për tipave të njerëzve. Qysh janë me mu? Po. Shkoj pak si person vetin, çfarë tipi personi ti je ti? Pa i pozitiv, Shamu. pak A i është zhroll. është lehtë me ty me tash pikove dikush me shoqëru me najtë ty? Pa i s'u di që me thonë. Jo dhe shumë ashtu fill let, po varet krejt për tipit njerit. Po. Kur jem të kjo pjesë, sa merr komplimente për gjënisë mashkullore? Pa i s'u di. Jo dhe shumë, po marr. Ka Shpesh. një kompliment që ty të pëlqen që ta japin? Jo. Ose ai pret jo mirë kështu? S'u di, s'pres. A si pres. Apo a ekziston dashuria e sinqertë sot? S'u di. Pasi si e di mosh pak marinore. S'u di, nuk e di. Ndoshta besoj që po me njërin e duhur. Me njëri i duhur. Po. Cili është njëri i duhur, personi ideal, një mashkull që kishe pas dëshirë me pas ti për shembull? S'u di. Që t'ja besim, sinqeritet, respekton. Ato. Ke pjesa e xhelozisë? I sjell shumë. I sjell shumë. E xhelozia kishte toleru. Xhelozon shumë. Jo. Po trasi. Jo. Madhe ai kishte falë. Jo. Për hir që na shek kishte tash një person, ai kishte falë. Jo, s'falet rrotja. Çka kishte thënë për ata njerëz që falin? Tradhtin. Jo, ndoshta shumë të fortë. S'u di. Këtë fond po du një mesazh gjitha vajzave, kudo që janë, ju si vajzë. Çka kishte thënë një këshill që u shërben për jetë?
S'po di mos më besu shumë djemve. Sa mos të besu shumë djemve? Pa i gënjen shumë. Gënjen. Po vajzat a gënjen? Pa i po gënjen, po ma shumë djemt. Sa vonojnë djemë? Pa i s'po di, munon me mashtru ashtu femna të letë. Qa me nimi ke për këtë femra që mashtrojnë let me këta djemë? Oh, Ta sa në të rritë. s'po di. Nuk po di që me thonë. A vëllë që sot, disa vajza. Nuk po i tham shumicën, Okej. po i bën parja që ndoshta që mos të ketë dashuri, mirë po interes. S'besoj shumë femra. Nuk besoj. Vish fort mendje letë me konë bjenë në para. Adin, i beson parës. Ti personalisht. Jo, së që Po bjenë. një person që ndoshta i ka shumë kushtet e mira, mirë po dashuri nuk fal. Jo. S'm duhet kur gjoj njeri. Qa kishe qojtë këtë dashuri, s'pas të ja? Pas dashni, ndoshta jo interes. Unë falenderoj shumë për kohën që ndajte.